Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës të kanalit Monitor TV. Ja sot ku po nisim ditën me mua Tirona Lilin për të sjellur tek ju ngjarjet më të komentuara, amendsime të ndryshme në një gabim të regjisë që ka bërë natën e mbrëmshme. Tani ka qenë gabim, apo ka qenë me kastile e bome për të bo virale dhe për të ngritur një amendsim apo një komentim për zbulimin e një dhomeje të bardhë mundësisht brenda shtëpisë së Big Brotherit, kjo mbetet për t'u parë gjatë prajmit të së shtunës, në qoftë se Ledion Liço do ta trajtonte këtë si temë, por besoj që edhe do ta trajton Top Channel-i pasi më që kjo tema ka marrë një rol të rëndësishëm dhe të gjithë shqiptarët duan të kuptojnë se çfarë është kjo dhoma dhe çfarë fshihet brenda kësaj dhome. Tani nëse do të ishte një dhomë ku produksioni qëndron, ku produksioni çlodhet, mund të darkoj, mund të drekoj, mund të haj mëngjesin duke u bazuar që në këtë format punohet me 3 turne, do me thënë me patjetër që çunat, gocat të cilët punojnë në këtë format ju duhet disa dhoma, dhomë gatimi, kuzhine, etj. Do me thënë këtu mund të japim një dyshim të këtill, por pikpyetja e madhe është përse këto dhoma atëherë, në qoftë se janë të produksionit, duhet të kenë kamera. Aty që kjo pjesa bie krejtësisht në ujë. Do me thënë, është një dhomë që unë e kam përpara meje, por nuk mundemi ta tregojmë shkaku sepse Top Channel i bllokon videot. Do me thënë, është një dhomë që ka një kuzhinë të vogël, ka një, le të themi, një makinë për të bërë çaj, ka 2 pjata të vogla, ka një pasqyrë të madhe, në anën tjetër të dhomës ka disa pijama që në fakt dikur i ka vesh Egli në Big Brother janë të ngjyrës vjollcë. Pijamet ka një derë të bardhë, por jo fiks të bardhë, por e ka si në ngjyrën pink, le të themi. Ka një dysheme kafe edhe një koltuk të bardhë. Do me thënë dhoma ka dhe shtekera, i bie që është një dhomë veças dhomës së shtëpisë së Big Brotherit. Dhoma është e punuar edhe me punime guri në mur, që do me thënë të gjithë dyshojnë që brenda kësaj dhome mund të jetë Egli. Dhomën e ka publikuar në TikTok, do me thënë dhomën mund ta gjeni tek TikToku Kulaçi me shenjat e mbretërve. Në këtë faqe, do me thënë është dhoma e publikuar. Dhoma ka dalur në live, do me thënë dhoma ka dalë në live gjatë kohës kur Gerta po bisedonte me Rozanën edhe me Laertin. Tani, më duhet ta them edhe një herë. A është me kastile puna e dhomës që të amendsojnë, që të ngrejnë dyshime se kush mund të rinë në këtë dhomë, përse gjithë këto rroba në këtë dhomë, apo mund të jetë një dhomë që kalon nga dhoma e rrëfimit, që banorët edhe mund të takohen me dikë, sepse për shembull, një video tjetër që ka dalë në rrjetet sociale, Rozana Radi, edhe këtë do t'ua shpjegoj. Rozana Radi futet në dhomën e dëshirave. Dhe në dhomën e dëshirave ka një njeri që Rozanën e pret, kamera e ka kap. Këtë video e keni tek TikToku Happy. Do me thënë, ka një njeri që Rozanën e pret në dhomën e dëshirave, ja unë jam duke shikuar, Rozana hapën derën dhe dikush është aty brenda, është vajzë. Do me thënë, banorët bëjnë takime, banorët takohen, ajo mund të jetë edhe një psikologe, po mund të jetë edhe një familjare, sepse ndoshta jo gjithçka mund të jetë një reality show që ne e shohim, mund të bëjmë amendsime të ndryshme. Këtë videon e keni tek Happy TikTok, do me thënë TikToku Happy e ka nxjerrë këtë videon që Rozana Radi takohet me një femër në dhomën e rrëfimit. Kjo goca është duke e pritur në qosh të dhomën, më falni, dhomën e dëshirave. Është duke e pritur në qosh të dhomës së dëshirave, sa po hyn me një herë pret në anën tjetër. Rozana futet aty brenda, bisedon, flet me këtë, do me thënë, tani ne nënkuptojmë ose mund të jetë psikologe, ose banorët marrin informacione nga jashtë, sepse nuk mundet një banor të veproj fiks
atë që do publiku. Nuk mundet një banor të veproj fiks atë që bën publiku. E kuptoni, banorët janë shumë të përafërt me dëshirat e publikut. Në qoftë se publiku e do këtë, banorët më njëherë pas 2 ditësh e bëjnë këtë gjë. Do të thënë, dyshimet janë shumë të mëdha që banorët në shtëpinë e Big Brotherit mund të marrin informacione. Edhe njëherë unë jam duke e parë videon dhe vërtet Rozana takohet me një vajzë e cila e pret në dhomën e dëshirave. Psikologja në momentin kur Rizarta rrëfente historinë e saj, u dëgjua nga ana e Ledionit, ti e ke dëgjuar zërin e Big Brotherit që lap për të nënkuptuar që ju nuk takoheni me njëri aty brenda, do të thënë Ledioni këtë e la për të nënkuptuar, ndërsa në anën tjetër ne shohim një njeri të cilën e kanë kapur kamerat në dhomën e dëshirave. Tani, sado që do jem profesionalist, regjizorët, teknikët të cilët punojnë tek kamerat, tek gjitha këto instrumente kaq shumë brenda kësaj shtëpie, me patjetër që të bëjnë gabime të këtilla sepse njerëz janë në fund të ditës. Edhe një moment i vogël mund t'ju ikën. Por, nga këto gjëra, unë personalisht që kuptoj është kjo që Big Brother është një reality show dhe është i tëri një skenar, i cili mund të nxjerrë fenomene dhe gjëra të këtilla. Do të thënë, dikë e pret dikush në dhomën e dëshirave, që është rasti Rozanës, që dikush e pret Rozanën në dhomën e dëshirave. Dikë e pret një dhomë tjetër, do të thënë shumica a mendësojnë që Egli Tako mund të jetë në dhomën e bardhë. Tani, Egli Tako, prej në kohën që ka dalë nga Big Brotheri, nuk ka pas asnjë lloj, do të thënë nuk ka pas replike në Instagramin e saj përpos vetëm që bën repost. Do të thënë repost është i riposton fotografitë që kanë qenë më të vjetra të saj. Nëse kjo fotografia ka qenë këtu, me datën për shembull 28 janar, Egli e riposton tani. Bën vetëm ripostime, nuk ka asnjë lloj deklarate. Tani, me të drejtë publiku mund ta mendsojë që kjo mund të jetë e tëra një lloje produksionit, sepse në fund të ditës, nëse Egli ka kaluar një krizë depresioni apo një krizë mërzitje, ajo nuk është se ka humbur jetën, mëse thënë Zoti. Ajo është në shtëpi, mundet të bëjë një video të vogël 2 minutëshe për nder të gjithë ndjekësve dhe fansave të saj që nuk janë pak, për të sqaruar dhe për të qartësuar dhe për të qetësuar, sepse ka njerëz të cilët e kanë votuar atë. Dhe me patjetër që publiku mund ta mendson në mënyra të ndryshme që Egli mund të jetë brenda asaj dhomës, Egli mund të qetësohet, tani a do ketë një rikthim të Eglit, kjo lë shumë për të dyshuar. Unë nga të gjitha këto situata që tashmë po ndodhin, dyshoj që Egli do të kthehet në Big Brother, dyshoj që këtu po manipulohen situata dhe nuk është e drejtë, sepse tani në qoftë se ti një banorin e izolon gjithë ato ditë dhe dikush tjetër del jashtë, dikush tjetër merr informacione, dikush tjetër takon njerëz në dhomën e dëshirave, dikush tjetër kthehet nga jashtë, shkon bën këngë dhe gjesti aty brenda po ri dhe po mërzitet, normalisht që do kërkon të del, sepse kjo është padrejtësia e madhe që po ndodhen në këtë spektakël. Unë dyshoj që Egli do të kthehet dhe në atë dhomë të bardhë dhe në për dhomat e tjera ka shumë pikpyetje që ne na lëm për të dyshuar. Dua të marr mendimin tuaj të gjithë kësaj situate që po ndodhen.